Universiteti i Tetovës ka shpallur zyrtarisht konkursin për regjistrimin e studentëve të rinj në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2025-2026. Ky konkurs ofron 10 programe studimore në të gjitha fakultetet e Universitetit të Tetovës. Në vitin e ardhshëm akademik do të pranohen 3431 studentë të rinj, të ndara në kategorinë e kuotave shtetërore, bashkëfinancimit dhe studimeve me korrespondencë, deklaroi rektori i këtij universiteti Jusuf Zejneli. Në ciklin e parë, studentët të rinjt mund të aplikojnë në kuadër të 13 fakulteteve përkatësisht në 100 programe studimore, po ashtu dhe konkursi ciklit ditë përfshin afër 100 programe studimore, kuptohet studimet e doktoraturës janë veç pas të ciklit të tretë, dhe besojmë se të rinjt do ketë interesim që të vinë dhe ne apelojmë që të paraqiten të studiojnë në njërin nga programet studimore të Universitetit të Tetovës. Zakonisht interesimi është i madh, pari këta ditë studentët kanë mundësinë që të bëjnë aplikimin përmes platformës online. Zyra për arsim është, mund të themi lirisht edhe 24 orë shërbim të rinjve studentëve për t'ju përgjigjë, për t'ju dhënë ndihmë, suport ndaj çdo çështje paqartësie që kanë që ta kenë sa më lehtë aplikimin, ose lidhur me përzgjedhjen e programeve studimore, ju jep informata se çka është përmbajtja konkrete reale, që ata të mund të zgjedhin një profil cilin e apo program që dëshirojnë më së shumti. Zejneli deklaroi se UT ofron programe të larmishme, prandaj apeloi që të rinjt të zgjedhin disa nga programet të cilat u sigurojnë që menjëherë pas studimeve të kyçen në tregun e punës. Ne ju apelojmë të rinjve që të paraqiten në çdo sferë, për shembull edhe në Fakultetin e Arteve, i kemi gjitha programet studimore, po ashtu në Fakultetin e Juridik, Ekonomik, në Fakultetin e bujqësisë, do të ka programe shumë mira që të rinjt do të është mirë të paraqiten. Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore është një program, një fakultet, një drejtim shumë i rëndësishëm që ata mund të angazhohen me përfundimin e studimeve, që të punësohen, të kenë një status mjaft mirë në shumë ndërmarrje do të thotë private, shtetërore. Kuptohet shkencat mjekësore aty sepse është interesimi mjaft i madh. Po ashtu edhe në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, në gjitha drejtimet sikurse biologji, kimi, fizik, informatik, matematik, gjeografi, ekologi dhe kultura fizike, secili drejtim do thotë mendoj që ka peshën e vet, dhe ajo që është e mira është fakti se ne kemi edhe stafin e përgatitur, për shembull përfshirë edhe Fakultetin e Shkencave të zbatuara ku stafi, studentët janë aktiv përmes programeve, projekteve të ndryshme, administratën publike, administratën e biznesit, dhe mendoj që marrë përbasë infrastrukturën, kushtet, është mirë që të rinjt të orientohen në drejtim të cilin mendojnë se do të kontribuojnë më së shumti. Aplikimi dhe regjistrimi do të zhvillohen në 3 afate, ndërkaq afati i parë do të realizohet prej datës 25 deri më 29 gusht 2025. Kandidatët duhet ta plotësojnë formularin online në platformën aplikacion.unite.edu.mk dhe më pas t'i dorëzojnë dokumentet në administratën përkatëse të fakulteteve gjatë afateve të shpallura. Për programet e caktuara si ato të Fakultetit të Mjekësisë, Arteve, Kulturës Fizike, Arkitekturës dhe Pedagogjisë, do të organizohet provim pranues për verifikimin e njohurive dhe aftësive të veçanta.